Deputeti i Partisë Socialiste Eltar Deda, i shoqëruar nga drejtues lokal të socialistëve, ka kryer sot një vizitë në tregun e fruta perimeve në lagjen 24 maj. Deda është takuar me tregtarët me të cilët ka bashkëbiseduar rreth problemeve që ata hasin gjatë ushtrimit të aktivitetit tregtar, e veçanërisht në këtë treg ku kushtet higjieno-sanitare dhe infrastruktura lëm mjaft për të dëshiruar. Tregtarët detyrohen të paguajnë çdo ditë taksa bashkisë për vendin që okupojnë në këtë hapësirë, por asnjëherë nuk kanë pasur mundësi të kenë kushtet e duhura, ndërkohë që edhe kontrolli i administratës së bashkisë për çmimet mungon, çka i ka lënë qoftë tregtarët, qoftë konsumatorët vlonjat të pambrojtur e rrjedhimisht të penalizuar. E kështu tregtarët faktojnë vështirësitë që hasin në punën e tyre të përditshme. Si të ka? Si ju vetë? Mirë. Shumë mirë. Mandej Deda ka folur për media duke specifikuar qëllimin e kësaj vizite në tregun e Çoles, treg në administrimin e bashkisë, e cila vjel taksa nga këta tregtar. Lëvizëm për të parë të kontaktuar bashkë me qytetarët dhe me tregtarët e vegjël të tregut, cilët treguan hallet e tyre, problemet e tyre të asura në raport me biznesin. Ku kuptohet që është një biznes shumë i vogël familjar, dhe prandaj erdhëm këtu për të parë, mbasi është drejt për drejt shqetësimet e tyre. Tregu në fjalë është në administrimin e Bashkisë së Vlorës, e cila e ndërtoi atë pak vite më parë me qëllim për të ndihmuar tregtarët, ndërkohë që investimi nuk u krye asnjëherë si duhet, pasi strukturat përteç faktit që mbeten primitive s'kan afërsi të tyre tualete dhe as mbrojtje nga shirat. E kështu pavarësisht taksave të larta që këta tregtarë detyrohen t'i paguajnë Bashkisë së Vlorës, ata nuk kanë mundur të kenë asnjëherë kushtet e duhura për tregtim. Mbase vizitat e zyrtarëve socialistë do të shkundin nga pushimet administratën e Bashkisë së Vlorës, me qëllim që kjo e fundit të ndërhyjë për të marrë masa për krijimin e kushteve në tregje dhe kontrollet mbi çmimet abuzive që shpesh penalizojnë tregtarët e vegjël e mbi të gjitha konsumatorin vlonjat.